Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV. Këtë herë do të takohemi për të folur për Bes Kallakun dhe Xhensila Myrtezaj. Ditën e djeshme, gazetari i mirënjohur i Radio Televizionit 21 të Kosovës Granit Miftari udhëtoi drejt Tiranës në Melody Bar, nëse nuk gabohem, tek lokali i Eli Malaj për të intervistuar Elin, për të intervistuar Besin, i cili po luan një rol të rëndësishëm në lokalin e Elit dhe për të sjellur pranë publikut një atmosferë që ky lokal në fakt e ka një atmosferë fantastike. Në një intervistë krejt ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim nga aktori dhe showmeni i njohur shqiptar Besart Kallaku, këtë herë ndodhi diçka që askush nuk e priste. I ftuar në emisionin Ftohtë e nxehtë të gazetarit Granit Miftari në Radio Televizioni 21, intervista u zhvillua në një orar as pak të zakonshëm, në ora 3 të mëngjesit, dhe vetëm ky detaj e bën këtë rrëfim një nga më të sinqertët dhe më të ndjerët që kemi parë nga Besi. Por fillimi nuk ishte aq i lehtë. Në vend të dritave dhe kamerave, Besi po përballej me lodhjen pas një dasme dhe siç u shpreh vetë me humor, është hera e parë për mua që jap një intervistë pas dasme. Gjithë në këtë orë ju vjen qumshti, mua intervista. Një shaka që ngriti të qeshura, por që tregonte lodhjen e sinqertë të momentit. Megjithatë, sapo nisi të flas, ai nuk kurseu shpirtin. Në këtë orë të vonë, Besi hoqi maskën e humorit dhe tregoi anën e tij më të thellë e njerëzore. Ndër të tjera, ai foli me delikatesë dhe maturi për marrëdhënien e tij me Xhensila Myrtezajin, ish bashkëshorten dhe nënën e fëmijëve të tij. Por pa përdorur tone të ashpra apo akuza, ai zgjodhi një rrëfim të butë, por të ndjerë, duke lënë të kuptohet se zemra e tij është ende e mbushur me dashuri. Edhe nëse jo më në marrëdhënie me kujtime. Në jetë kam dhënë shumë dashuri se sa kam marrë. Ishte fjalia që mbushi ekranin në heshtje. Një frazë që shprehte jo vetëm ndjeshmërinë e një babai dhe një buri, por ndoshta edhe një plagë e pashëruar. Ishte një deklaratë që nuk ishte nevojë për shumë fjalë. Në ato pak sekonda, Besi foli për gjithë vuajtjen që ndonjëherë fshihet pas buzëqeshjes së një artistit. Intervista nuk ishte thjesht një bisedë, ishte një moment reflektimi. Ishte një aktor, një burr dhe një baba që foli në një orë kur shumica flen, por zemrat e ndjeshme mendojnë më thellë. E gjitha kjo e bën intervistën jo vetëm emocionuese, por edhe potencialisht virale, sepse njerëzit nuk kërkojnë më lajme të thata, por ndjeshmëri, sinqeritet dhe shpirt, gjë që Bes Kallaku e dha pa kursim. Për ndjekësit që kanë ndjekur me interes jetën e tij private, kjo intervistë sjell një dritare reale, larg thashë themeve dhe zërave, një rrëfim të qetë më të fortë nga zërat e Besit. Dhe për të gjithë ata që mendojnë se artistët janë gjithmonë të fortë dhe me humor në fytyrë, kjo intervistë është prova që edhe ata kanë net pa gjumë dhe fjalë të pathëna. Do të thënë, Besi u mundua që të flet për mallin që ka për fëmijët e tij, për djalin dhe për vajzën, të paktën gjatë gjithë karrierës së tij artistike, por edhe gjatë kohës kur Besi ishte së bashku me Xhensilan dhe momentet e bukura që ato kalonin së bashku, Besi me Ajkën kishte një marrëdhënie shumë të afërt dhe ndanin video në fakt të bukura, por njëkohësisht edhe shumë emocionuese në rrjetet sociale. Ishte Ajka ajo që ishte shumë e lidhur me babin, dëshironte të qëndrojë me babin, dëshironte momente me babin, por në anën tjetër ishte edhe Xhensila që ndjeshte e lumtur që kishte një bashkëshort i cili ishte i fokusuar shumë në marrëdhënien familjare, të paktën kështu e tregonte. Por siç duket, kjo dashuria tashmë përfundoi dhe sado që Besi të jetë i realizuar, sado që Besi të bëj klipe, sado që Besi të bëj këngë, edhe pse po tregon një shoqëri shumë të mirë me Elin, Besi përsëri gjatë intervistës tregoi që brenda shpirtit të tij dhe brenda zemrës së tij ka një peng, ka një dhimbje që në fakt Besi nuk e tejkalon dot.